Ka një moment në jetë, kur një derë mbyllet dhe gjithçka ndryshon. Një mundësi që humbet, një marrëdhënie që përfundon, një rrugë që papritur nuk ekziston më. Dhe pyetja që mbetet është gjithmonë e njëjtë. Pse? Pse tani? Pse mua? Pse kështu? Shumë njerëz mbeten në këtë pyetje dhe nuk gjejnë kurrë paqe. Por çfarë nëse përgjigjja ekziston? Jo si një shpjegim i thjeshtë, por si një kuptim më i thellë. Sot do të zbulosh pse disa dyert mbyllen, dhe si kjo mund të jetë jo fundi, por fillimi i diçkaje më të madhe. Kur një derë mbyllet nuk është vetëm një ngjarje, është një ndjenjë, një boshllëk që krijohet pa pritur, një plan që nuk vazhdon, një ardhme që nuk ndodh më. Dhe ajo që dhemb më shumë nuk është vetë dera, por ajo që kishe imagjinuar pas saj. Shpresat, planet, ëndrat që kishe ndërtuar në mendjen tënde. Dhe kur ajo mbyllet, ndihesh sikur ke humbur më shumë se një mundësi. Ndihesh sikur ke humbur një pjesë të vetes. Por kjo është vetëm pjesa që sheh, sepse ka gjithmonë diçka që nuk shihet. Jo çdo derë që mbyllet është humbje. Ndonjëherë është mbrojtje. Ka rrugë që duken të mira, por që do të çonin në dhimbje. Ka njerëz që duken të duhur, por që do të lëndonin më vonë. Dhe ndonjëherë, ajo që ti e quan refuzim, është në të vërtetë një shmangje. Një mënyrë për të mbajtur larg nga diçka që nuk e shikon ende. Ka një moment që nuk vjen menjëherë. Një moment që nuk ndodh në ditën kur dera mbyllet, por më vonë. Ndoshta pas ditësh, ndoshta pas javësh, ndoshta kur ti as nuk po mendon më për atë që humbe. Dhe pa pritur diçka ndodh. Një situatë e re shfaqet, një rrugë tjetër hapet, një mundësi që nuk e kishe imagjinuar bëhet reale. Dhe në atë moment, ti fillon të kuptosh se ajo derë që u mbyll nuk ishte fundi, ishte drejtimi. Sepse nëse ajo do të kishte mbetur e hapur, ti nuk do të ishe këtu ku je tani. Nuk do të shije atë që po sheh tani. Nuk do të përjetoje atë që po përjeton tani. Dhe ndonjëherë, kuptimi nuk vjen për të shpjeguar të kaluarën, por për të ndriçuar të tashmen. Ky është momenti kur dhimbja fillon të zbutet, dhe vendin e saj e zë qetësia. Ka dyert që mbyllen, dhe ka dyert që nuk hapen kurrë. Dhe këto janë ato që dhembin më shumë. Sepse ti pret, ti përpiqesh, ti beson se një ditë ajo do të hapet, por ajo mbetet e mbyllur. Dhe në atë pritje lind lodhja, dyshimi, madje edhe zhgënjimi. Por çfarë nëse e vërteta është kjo? Jo çdo derë është e destinuar për ty. Disa rrugë nuk janë pjesë e historisë tënde. Disa njerëz nuk janë pjesë e së ardhmes tënde. Disa ëndra nuk janë ajo që mendon se janë. Dhe sa më shumë përpiqesh ti hapësh, aq më shumë largohesh nga ajo që është vërtet për ty. Sepse ndonjëherë, ajo që nuk ndodh është përgjigjja. Jo si ndëshkim, por si drejtim. Dhe kur e pranon këtë, fillon të ndjesh diçka që nuk e kishe më parë. Lirim. Ndërsa ti shikon derën që u mbyll, ka diçka që nuk po sheh. Një derë tjetër që ende nuk është shfaqur. Sepse jo çdo derë hapet menjëherë. Disa përgatiten në heshtje. Ndërkohë që ti ndihesh i humbur, diçka po rregullohet për ty. Një rrugë po formohet. Një mundësi po ndërtohet. Një takim po afrohet. Por kjo kërkon kohë. Dhe kjo është pjesa më e vështirë.
të presësh pa e ditur çfarë po vjen. Shumë njerëz dorëzohen këtu. Ata kthehen pas. Ata përpiqen të hapin përsëri derën e vjetër. Por ajo nuk hapet më. Sepse nuk është më për ty. Ky është mesazhi. Ajo që po vjen është më e madhe se ajo që humbe. Edhe nëse tani nuk e sheh. Sepse ndonjëherë heshtja nuk është bosh. Është përgatitje. Ka një fazë në jetë që është më e vështira nga të gjitha. Jo kur gjithçka bie, por kur asgjë nuk ndodh. Kur dera është mbyllur dhe ajo e re nuk është hapur ende. Është ajo hapësira në mes, ku nuk ke më atë që kishe, por nuk ke ende atë që po vjen. Dhe në këtë moment lind pyetja më e fortë. A duhet të vazhdoj të besoj? Sepse nuk sheh asnjë shenjë. Nuk ndjen asnjë ndryshim. Nuk ke asnjë siguri. Por pikërisht këtu besimi bëhet i vërtetë. Sepse është e lehtë të besosh kur gjithçka shkon mirë, por kur nuk sheh asgjë. Dhe prapë zgjedh të vazhdosh. Kjo është forca e vërtetë. Ky është mesazhi. Mos e humb besimin në heshtje. Sepse ndonjëherë gjërat më të mëdha po ndodhin pa u parë. Dhe pastaj një ditë, pa zhurmë, pa paralajmërim, gjithçka fillon të bëhet më e qartë. Ti shikon pas dhe kupton diçka që nuk e shije më parë. Ajo derë duhet të mbyllej, jo për të lënduar, por për të mbrojtur. Jo për të ndalur, por për të drejtuar. Dhe ajo që dikur dukej si humbje, tani duket si shpëtim. Sepse në vend të saj erdhi diçka që të përshtatet më shumë. Diçka që nuk do të kishte ardhur nëse ajo derë do të kishte mbetur e hapur. Dhe në atë moment ti nuk ndjen më dhimbje. Ndjen qetësi. Një qetësi të thellë, që nuk vjen nga përgjigjet, por nga kuptimi. Nëse e ndjen këtë mesazh, shkruaj në komente. Besoj në drejtimin tim, sepse ndonjëherë dera që u mbyll ishte fillimi i gjithçkaje. Nëse kjo video të preku, atëherë duhet ta dish këtë. Kjo nuk ishte rastësi, sepse ka mesazhe që nuk vijnë vetëm një herë. Dhe ajo që sapo dëgjove është vetëm fillimi. Në videot e ardhshme do të zbulosh gjëra edhe më të thella. Mesazhe që shumë njerëz nuk i kuptojnë kurrë. Shenja që mund të ndryshojnë drejtimin e jetës tënde. Dhe të vërteta që mund të zgjojnë në momentin e duhur. Por vetëm nëse je gati t'i dëgjosh. Nëse ndjen se kjo ishte për ty. Mos u ndal këtu. Abonohu tani. Dhe aktivizo njoftimet. Sepse mesazhi tjetër mund të jetë pikërisht ai që po pret. Dhe mos haro. Jo çdo video të gjen rastësisht. Disa të gjejnë sepse është koha jote.